Kjo kontratë ka një. Komentet e sotme të kryetarit demokrat Sali Berisha për kontratën e lobimit në Shtetet e Bashkuara nuk shërbyen për të shpërndarë mjegullnajen rreth saj. Përgjigjet e tij lanë sërish pikpyetjen mbi të njëjtat pikat e errta që u ngritën që ditën kur ekzistenca e saj doli në dritë. Madje përpjekjet për të devijuar disa aspekte që janë tërësisht publike vetëm ngren hije të reja dyshimi. Berisha përsëriti se fondacioni Make Albania Great Again, i cili ka marrë përsipër pagesën e majme të kontratës, është krijuar nga patriot. Janë patriot shqiptar që kanë krijuar një fondacion dhe që duan që vendi Partia Demokratike të ketë marrëdhënie të shkëlqyera me Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria të ketë marrëdhënie shumë të mira. Por akti i themelimit të fondacionit i bërë publik nga Report TV dëshmon se në fakt të vetmit themelues janë anëtarët e familjes Seci, shqiptaro-amerikani nga Tropoja, Nureddin Seci, gruaja dhe djali i tij. Nureddin Seci ka dhe të njëjtën adresë me atë të fondacionit, i cili është krijuar në ditët e fundit të muajit mars. Qëllimi i fondacionit sipas akteve zyrtare amerikane është promovimi i të mirës së përbashkët dhe e mirëqenies së komunitetit lokal atje, dhe asnjë fjalë jo vetëm për PD-n, por as për Shqipërinë. Zoti Berisha deklaroi se partia e tij nuk është palë kontraktuese, por fondacioni. Ne nuk mohojmë që ne kemi pranuar dhe kemi firmosur pranojmë shërbimin, por nuk jemi ne palë kontraktuese. Por në fakt, vetë kontrata dhe aktet e dorëzuara në fara dhe kompania lobuese ofron një tjetër të vërtet. Fondacioni në kontrat ka firmosur si garantues i cili do të kryejë dhe pagesën, ndërsa Partia Demokratike është pala që konsiderohet klienti nga ana e kompanisë lobuese, edhe kjo në disa pjesë të kontratës. Po ashtu, edhe në fara as që përmendet fondacioni, por vetëm Partia Demokratike. Zoti Berisha mohoi që kontrata e lidhur me shpejtësi brenda pak ditësh që nga momenti i krijimit të fondacionit të ketë lidhje me zgjedhjet, por në fakt kontrata është firmosur nga Flamur Noka si përfaqësuesi i Aleancës për Shqipërinë Madhështore, e cila nuk është një subjekt politik, por një subjekt elektoral. Ndërsa gazetarët këmbgulën në këtë aspekt, Berisha dha një përgjigje politike. Kauzat e opozitës së vërtet janë të njëjta. PD dhe ASHM kanë të njëjtat kauza. Kontrata ka një kozgjatje 2 vjeçare me vlerë totale prej $6 milion, më e shtrenjta në historinë e lobimeve të partive shqiptare. Berisha u përpoq të zbuste efekte që një shumë e tillë ngjall, duke cituar një nënt të kontratës, sipas të cilit palët mund të heqin dorë në çdo moment, por ndërkohë, po sipas kontratës është bërë pagesa e parë prej $750.000, pagesë të cilën zoti Berisha e anashkaloi totalisht. As mund të flasësh për 6 milion, as mund të flasësh për 100.000 apo 200.000. Kontrata është varet sipas kërkesave të palëve, dakordësisë palëve, objektivave të palëve. Ndërsa përpiqej të jepte shpjegime për kontratën, Berisha konfirmoi një tjetër moment, që lidhet me këshilltarin e tij të fushatës Kris Lasivita, atë që kontrata me të është tjetër, pra përfaqëson një marrëveshje të dytë financiare, për të cilën Partia Demokratike refuzon të japë të dhëna mbi koston e saj.